Nuk bëj biseda që të marrë konfirmim. Se konfirmimin ta marrë drejt për drejt i je me mu, apo si me mu. Dhe nuk kam thënë asë një herë, kush është më i rëndësishëm, unë apo ai, prit. Sensi bisedës është që kur bëm veprime, se jemi bashkë në lojë, kur bëm veprime, dhe i me përgjithësit, duhet ta logjikosh me ftohtësi, jo me zemër, me logjikë. O mirë, nga ato 4 njerëz. Unë zjerë, i në përta se dalin të pjesa ime, që për që ta kam bërë, ta sjaroj dhe pasaj vazhdojnë. Për që ta kam bërë sensin e bisedës. Unë nuk bëjt biseda me tendencë me ty, se nuk të kam bitare kundërshtarë, do të kisha fund siklet. Si që mund të bëjt dikuj tjetër. Unë ty të bëjt biseda, si që kam bërë biseda dhe tjera, kemi bërë në muhabete nominimesh, kemi bërë muhabete shumë. Këta e muhabet i konsumuar ishte, e i nominim. Ishte muhabet që ne kemi bërë para prakisht. Po, dhe këto muhabete që unë t'i bëj që ti aty për mendimin tim ke bërë gabim, ti do thuash pse bërë gabim? Sepse ti mendon që del Ina, po më theti mua, unë kam bërë ato për nxjerr Inën. Jo, se ka një problem shumë të madh. Nuk nxirret Ina me 4 personat që ti i ketë tundit. Se mund të rrezikosh njëri nga ata 4 të vlla, duke fundet veten tate. Mos e quaj veten këtu që je i pathyeshëm dhe Gimbo është më i fortë se sa Ina. Kush e tha kjo? Prit, nuk e ke thënë, por logjika të çon, dua të nxjerr Inën. Po nuk e nxorë dot Inën. Kjo ishte. Çfarë ndodh? Po nuk e nxorë dot. Okej, një sekond. Po mos ta nxjerrja dot Inën, çfarë do ndodhte? Do dilje ti? Do dilja unë? Do dilje Gimbo. Po pra, do të thonë ishte një përgjigje që ti e kishe paramenduar, edhe nëse ti ke bërë një analizë. Do dal unë. Do dalësh ti. O mirë, tani mos bëjmë patetik fare tani, hipokrit me situatën. Tani unë po të pyes. Ti je super lojtar. Po prit një sekond tani, anë thu më pyet. Ti je lojtar shumë i mirë. Di ti bësh analizat e tua shumë mirë. Je 24/7 brenda kësaj loje, në asnjë moment nuk e bën veten pauzë nga kjo loja. Ti si lojtar kaq i mirë që je, nëse s'do ikte Ina, a kishe ti një mendim kush mund të ikte? Po pra, mendimi im ishte ikte Greta ose... Ore, Greta si ishte fare aty, unë po them në momentin që neve... Ti, se Kristi thash, o miri, unë po them në atë moment që ne po... Në atë moment Gimbo, po. Në atë moment që neve po diskutonim atë bisedë. Si pas teje, pa Greta, Greta si ishte aty? Si pas teje, nëse nuk do ikte... O miri, po pëse po prit të flasë unë. Nëse nuk do ishte aji opcion, ti e kishe një opcion të koka jote? Unë. Faleminderit. Jo, do e marrë një këtu nëse do, se s'da e gjithën. Po unë e kam opcionin. Po a e ke ti këtë opcion? Ore, ti a e kishe opcionin? Cili ishte opcioni jot? Gimbo. Do më thonë, dihe opcionin, nëse s'do ishte Ina. Se Rogerti s'po nxjerr zoti Rogertin. Mua dhe ty, unë nuk besoj që para Inës mund të dilim unë dhe ti. Edhe ku ishte? Edhe para Gimbo, se kush ishte? Ishte Gimbo. Tani, qëllimi jot i pyetjes, a ishte 100% i pastër?